Opinion nga Ruben Avxhiu. A u gje dot se çfarë ndodhi me Vučićin që nuk mori pjesë në takimin vjetor të presidentit të Amerikës me udhëheqësit e shteteve në New York? Lexova një sqarim, në fakt një lëmsh fjalësh, nga ministri i jashtëm serb, Marko Đurić në rrjetin X, ku sqaronte se Vučići ishte ftuar në pritjen zyrtare të presidentit Donald Trump, por nuk mundi të marrë pjesë se kishte një përplasje në kalendar për shkak të takimeve dypalçe që ai kishte planifikuar. Se vetëm Gjuriqi dhe Lavrovi i Rusisë kishin pasur biseda të vërteta me sekretarin e shtetit, Marco Rubio, jo si disa udhëheqës shtetesh dhe territoresh që bëjnë selfie në korridor. Këtë të fundit besoi e shkruan si shpoti me spond kundër presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani, por Osmani ishte në pritjen e presidentit Trump megjithse Kosova nuk është antare e OKB-s, kurse Vučići dhe Serbia mungonin aty. Pastaj Gjuriqi sulmonte Borko Stefanovićin për gënjeshtra dashakeqëse dhe jo profesionale që po përhap në publik. Vajta e pash se çfarë ka shkruar ky nga opozita. Vučić, Putini dhe Lukashenko qenë të vetmit udhëheqës që munguan në pritjen e presidentit Trump. Ai shkruan se mbase kishte takim me shokun tënd dhe bashkëpunëtorin Slavica Kokeza, që janë mbathi nga Serbia me një mal me fonde publike dhe përfundoi në Florida ose në ndonjë ishull egzotik. Me që po na tund ftesën që pas kësh marr Vučić nga Trumpi, thot Borko, mos është njësoj si ajo ftesa që Gjoja mori një far Alex Vuči për në rezidencën e Mar-a-Lagos në Florida, paguar shumë shtrenjtë me para të dyshimta. Në fund i tha ai, edhe ai takim shumë i përfolur dështoi me turp. Ndoshta prej atij takimi të dështuar nuk ishte në sallën ku Amerika mbledh gjithë botën në mënyrë të përvitshme. A është e vërtet që Vučić është nxjerrur kaq shumë nga bisedat e nivelit të ulët në New York përveç Marco Rubios? Sigurisht sa që ju vërsul Marko Gjuriqit, ai sa mezi e lan të udhëtonte me të njëjtin avion, shkruan Borko që ta nxjerrë edhe më shumë, ministrin e raskapitur të punëve të jashtme të Serbisë. Në fakt shumë serb në komentet e tyre kanë të njëjtën pyetje, çfarë takimi pas ka qenë ky që Vučić nuk e paskalën dot saqë të shkojë në pritjen e presidentit Trump? Nuk ka asnjë shpjegim racional. Është e vërtet se pritja presidenciale në fund të fundit rrallë prodhon më shumë se sa një fotografi kujtimi me presidentin e Amerikës, të cilët shumë udhëheqës, sidomos të vendeve të vogla, e paraqesin si në një arritje. Por këto janë momente simbolike, thjesht nuk mund të mungosh në pritjen zyrtare të shtetit bujtës të OKB-s. Nëse kryeministrat dhe presidentët e vendeve më të fuqishme të botës shkojnë në këtë pritje, sado formale të jetë ajo, është absurde që të mungosh, sidomos jo një vend që po shpenzon aq shumë për lobim. Nuk kemi se si ta dim se çfarë po ndodh vërtet në rrethin e ngushtë të Vučićit. Mungesa në pritjen e presidentit Trump është bërë edhe më problematike për të, për arsye se Kosova, e përfaqësuar nga Vjosa Osmani, ishte aty. Mund ta përqeshësh sa të duash fotografinë e saj zyrtare me presidentin Trump, por shumica e luftës diplomatike përbëhet thjesht nga simbolika vizuale dhe çaste të tilla thjesht protokollare. Aq më tepër kur vet Osmani në rrjetet sociale ka shkruar se fotografisi ka paraprir një bisedë thelbësore. A është e vërtet? Edhe sikur të mos jetë, serbët nuk e vërtetojnë dot. Ata nuk ishin aty. Sikur të mos mjaftonte kjo, nga një fotografi tjetër duket se presidenti Osmani jo vetëm që ishte në sallë, por ishte në rreshtin e parë të të ftuarve, gjatë kohës që mbajti fjalën e mirëseardhjes presidentit Trump. Kemi mbetur jashtë, në shoqërinë e Venezuelës, Afganistanit, Iranit dhe Bielorusisë, e rrotullon thikën edhe më keq Stefanovići. Filloi kaq mirë kjo javë për Vučićin me takimin e tij kok më kok me Rubion dhe përfundoi diku në trotuaret e Manhattanit, ndërsa e gjithë bota ishte mbledhur në sallën e ndriçuar në Upper East Side me njeriu më të fuqishëm të botës. Intriga do të vazhdojë, nuk do ta lindte këtë pritje Vučići për asgjë tjetër, por si është puna në të vërtetë, presidenti Osmani tani ka një fotografi zyrtare që Vučići nuk e ka. 1-0 për Kosovën. Le të tallet sa të dojë Gjuriqi, apo të bëj sikur kjo nuk ka rëndësi. Opozita serbe dhe kritikët e Vučićit nuk do të ndalen së talluri me të. Ka dhënë miliona për të përmirësuar marrëdhëniet me SBA-n dhe mungoi në një moment shumë kritik. Le ta zëm se Trumpi nuk e ka përjashtuar, por i ka dërguar vërtet ftesë. Si duhet të ndihet presidenti Trump për këtë mungesë të Vučićit? Cili është justifikimi? Më fal, por kam një njeri më të rëndësishëm se ti për të takuar, apo nuk është ky një president me ego supergjigande me cip të holl? Diçka luan këtu. Sa i përket simbolikave, serbët shpenzuan shumë para për kamion me fotografi të Albin Kurtit nëpër New York, ku e akuzojnë për keq trajtim
të fëmijëve të krishterë në Kosovë. Nuk e di se kush ua ka futur në kokë dhe ua ka mjel parat, por vështirë se të gjesh në një fushat propaganduese me më pak fryte në qytetin më pak të krishterë të Amerikës, në rrugët më mos përfillse të parullave qarkulluese me elemente vizive lloj gërmash, që njeriu duhet të përqendrohet për të kuptuar se çfarë është shkruar pa ditur në fund se çfarë ka të bëjë me mesazhin që më në fund e gjeti. Por çfarë do të thot pastaj Kurti me fëmijët e krishterë? Do të thënë që Kurti është ndonjë terrorist islamik apo ku di unë? Është absurde këndi i kësaj propagande serbe. Kryeministri Kurti për çdo rast ju përgjigj simbolikës me simbolik. Një nga gjërat e para që bëri në Manhattan vizitoi monumentin përkujtimor të 11 shtatorit, aty ku vërtet goditi terrorizmi, ku u vran edhe shqiptar, përkujtoi dhe nderoi viktimat e një tragjedie që u vajtua në Kosovë e u festua në Serbi. Historia nuk mund të rishkruhet, aq më pak në për stenda kamionësh. Tani në fakt e kanë radhën shqiptarët që të dalin me kamione ku shkruhet Presidenti Vučić, ku ishe që mungove në pritjen e Trumpit, atëherë do të qaj vërtet Gjuriqi.